Organizata jo qeveritare Bamirës e Jetimet e Ballkanit, e cila tani më prej muajit maj po ndihmon dhe përkras kamnorët me një shujt të ngrohtë ushqimore, faleminderon njerëzit vullnet mirë të cilët u adresua në këtë shoqat për të dhuruar zeqatin dhe vitrat para festës së madhe të Fitër Bajramit. Neve falë Zotit edhe duke ju falendëruar juve si TV Dugagjin në apelin ton që keni reklamu, kemi pranu nga qytetarët vitra dhe zeqat. Mirë ka shku, me qenë se është afati deri sot në mbrëmje, na presim dhe jemi duke prit akoma. Mësë 5.000 shujta iftar janë shërbyer në kuadër të organizatës Jetimet e Ballkanit gjatë muajit të madhërisëm të Ramazanit, në ndërkohë që ditën e parë dhe të dytë të Fitër Bajramit do të jetë fest. Në ardhin e muajit Ramazanit, pra afërsisht kemi arritur të japim deri tani 4.680 iftare për persona, pra. Edhe tani nesër dhe pas nesër është fest për neve. Para përgatitemi, neve si staf nuk jemi pushim, por përgatitemi për shujtë ditore mbas Ramazanit, e cila do të jetë dreka për 263 persona të cilët janë regjistruar të neve. Kuzhina humanitare Jetimet e Ballkanit këtu me Selin Pej, pikës pari ju uron gjithë besimtarëve musliman festën e Fitër Bajramit, por përzemërsisht dhe është afër tyre edhe me një dhuratë që neve jemi të përgatitur sot për ata të cilët ushqehen ke neve, atyre dhe familjet e tyre, juve si televizion edhe gjithë shqiptarëve kudo qenë. Jetimet e Ballkanit prej ditës së enjtë do të vazhdojë misionin për të përgatitur çdo ditë shujtën e ngrohtë për nevojtarët, duke dashur të solidarizohet si shoqat me të gjithë personat në nevojë dhe pa përkrahje.